Unë mendoj që shoqet e mia nuk më duan në të vërtet. Pse e mendon këtë? Nuk e di, ka raste që ato sillen shumë keq ose nuk më ftojnë në vendet që shkojnë. Po, a tregohesh gjithmonë e sinqert me to? Po, unë gjithmonë mundohem të u bëj qefin edhe të sillem sa më mirë. Që u bësh qefin dhe të sillesh mirë nuk do të thotë që je gjithmonë e sinqert. Se di, unë nuk mendoj që është faji im. Nëse nuk je vetvetja, njerëzit do të pëlqejnë për dikë që ti nuk je dhe ky është i gjithë problemi. Unë gjithmonë jam vetvetja. Gjithsesi, të pëlqen ky make-upi? Po, ka dalë shumë bukur. Vërtet e ke që të pëlqen ai make-upi? Jo, nuk më pëlqen, po nëse i them që nuk më pëlqen, ajo do mërzitet. Po nëse ti nuk ja thua tani, do t'ja thot dikush tjetër kur të dalin në rrugë dhe ajo do ndihet më keq kur t'ja thot dikush tjetër se sa nëse ja thua ti tani. Vërtet të pëlqen? Ç'a ti them? Të vërtetën. Të them të vërtetën, ka shumë gjëra për të përmirësuar. Nëse do kishe bërë diçka më të lehtë tek syt dhe do e kishe kombinuar me bluzën, do ishte shumë më bukur. Shumë faleminderit që më the të vërtetën.